Sot rreth orës 6 të mëngjesit në rrugën Beliçica në afërsi të urës së lumit Vardar ka ndodhur një aksident trafiku, në të cilën kanë marrë pjesë një veturë tipit Seat Ibiza me targa të kustivarit e drejtuar nga 29 vjeçari me iniciale SHS nga Bellovishta dhe një kompsor i moshës 79 vjeçare me iniciale IS nga Gostivari. Nga goditja, kompsori ka marrë lëndime të rënda trupore të karakterit të rrezikut për jetë. I njëjti është dërguar në spitalin e Gostivarit dhe pas asistencës mjekësore që i kanë dhënë mjekët atje, është transferuar për në klinikat e Shkupit. Megjithatë, gjatë rrugës për në Shkup, 79 vjeçari nuk arrin të mbijeton lëndimeve të rënda dhe ndron jetë, njoftojnë nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Organet kompetente kanë kryer inspektim në vendin e ngjarjes, është siguruar drejtuesi i automjetit dhe vetura për ekspertizë, ndërsa me urdhër të prokurorit ndaj trupit të pajet 79 vjeçarit do të bëhet obduksion. Në ndërkohë, organet kompetente punojnë për zbardhje të vërtetë të rastit që kanë çuar deri në këtë aksident.